Përmendët pak më parë reformën në drejtësi. Ka kaluar rreth 10 vite që kur u bë reforma në drejtësi nga Parlamenti shqiptar, dhe reforma gjyqësore është përshkruar si shtylla kurrizore në përparimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Si e vlerësoni funksionimin aktual të institucioneve të reja të drejtësisë, SPAK-un dhe gjykatën speciale, dhe a shihni ndonjë rezultat të prekshëm, duke përfshirë nivelin e lartë të anëtarëve të qeverisë së Shqipërisë, që janë në ndjekje penale nga SPAK-u? Besoj se jeni informuar mbi zhvillimet e fundit këtu në Tiranë. Sigurisht, ajo që është e rëndësishme për ne është që Shqipëria të ketë institucione të pavarura kundër korrupsionit që mund ta luftojnë korrupsionin. Dhe kur them të pavarura, do të thot nga ndikimi politikanëve dhe mendoj se ky është një rast i qartë se si po funksionon kjo dhe kjo është gjë e mirë. Rastet e korrupsionit ndodhin në gjithë Europën. Ajo që është e rëndësishme për ne teksa shoqërojmë Shqipërinë drejt Bashkimit Evropian është se si do të reagojnë gjykatat apo sistemi gjyqësor dhe politikanët tuaj. Dhe unë jam e kënaqur të dëgjoja sot se qeveria do të ndjek vendimet që vijnë nga gjyqësori.